Ndrejt e presim të hënën skuadrën e Bashkimit në njërën nga 5 ndeshjet tona të fundit, 5 finale, luftojmë për titull. Në anën tjetër Bashkimi vjen me brenga mbijetese dhe natyrisht duhen pikët për të shpëtuar nga më e keqja. Unë mendoj që Shkëndija nuk ka interes më marrë me ekipe tjera se çfarë pozite jem. Ne jemi duke luftu për titullin kampion dhe do të vazhdojmë të luftojmë deri në fund. Kështu që besoj që Allahut do ja arrijmë. Bashkimi të urojmë që pas ndeshjes tonë të mbes në ligë dhe të ketë më të qetë kampionatin, por neve na intereson vetëm fitoria. Dy ekipe shqiptare mes veti, pritet numri i madh i publikut, edhe nga Kumanova, që janë të mirëseardhur në Tetov, edhe ballistët që vazhdojnë të jenë arma e Shkëndijës, lojtari 12, një porosi për ta? Unë mendoj që ballistët për neve janë një përkrahje shumë e madhe, kështu që i ftoj të vinë në numër sa më të madh dhe të na përkrajnë, që së bashku të arrijmë qëllimin që e kemi. Ndërmjet 2 sezone jetë Shkëndija dhe nuk është era e parë që do luash, por për një kosovar më intereson si është ndjenja, sepse nga jashtë e ke ndjek Shkëndijën më parë. Si është ndjenja kur përballen këto ekipe shqiptare në Maqedoni? Do të thënë pa me Shkëndijën Arraqinën, stas në Bashkimin, të jep një ndjenjë ndryshe. Nuk e di, unë mendoj që pasi kem luajtur kampionatin shqiptar gjithmonë mendoj që është një ndjenjë e mirë, sepse sidomos këtu që janë një shtet tjetër ku luajnë 2 ekipe shqiptare është një ndjenjë shumë e mirë, por thash edhe më herët që për ne është interesi fitoria dhe kështu vazhdojmë.